Përshëndetje të gjithëve, antar të Asamblesë Partisë Socialiste të njësisë numër 4 Tiranës. Faleminderit dhe shumë mirënjohje për gjithë punën tuaj, kryetar, bashkëkryetar, shtabi i njësisë 4 Partisë Socialiste të deleguar gjithashtu. Mirënjohje për gjithë antarësinë tonë në njësinë 4 në gjithë Tiranën për punën e jashtëzakonshme që keni bërë. Për faktin që jeni pranë njerëzve jo vetëm në fushatet elektorale, por për gjatë gjithë kohës, ne kemi qenë së bashku në analizën zgjedhore që kemi bërë në çdo njësi, në organizata gjithashtu për gjatë muajit vetverës, më pas me dëgjesat publike që kemi patur në të gjithë komunitetin e Tiranës, dhe sigurisht sot jemi këtu në kuadër të riorganizimit politik dhe të rienergjizimit të Partisë Socialiste, një fazë e re e cila tashmë ka nisur e që ka për qëllim të jemi akoma më shumë afër njerëzve, të rrisim dhe të intensifikojmë komunikimin me ta, të flasim për punët e qytetit, për punët e Tiranës, të flasim për punët e Shqipërisë dhe për punët e shtëpisë tonë patjetër. Ndaj është e rëndësishme që të gjithë së bashku të angazhohemi në këtë fazë të re të rienergjizimit të Partisë Socialiste, për të hapur Partisë Socialiste edhe më shumë drejt grave, vajzave, drejt të rinjve, duke përquar gjithashtu punët e mira që qeveria është duke bërë, ato çfarë ne po çojmë përpara, reformat gjithashtu në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, të flasim hapur, sy më sy me njëri tjetrin, në çdo organizat dhe në çdo komunitet. Sigurisht që Tirana është kryeqyteti ynë dhe si i tillë zhvillohet edhe rritet për ditë. Ne kemi parë nga numri i popullsisë që rritet çdo vit edhe patjetër edhe njësia 4 është një njësi e cila fal edhe zhvillimeve urbanistike dhe lagjeve të reja, numri banorëve është rritur dhe do të vijojë të rritet, patjetër. Ajo që na del për detyrë dhe që është edhe një përgjegjësi e madhe, pikërisht për besimin që na kanë thënë njerëzit, është që ne të jemi pranë çdo komuniteti, të njohim çdo njeri, çdo familje, hallet dhe shqetësimet e tyre, t'i adresojmë dhe sigurisht t'i zgjidhim. Kjo është detyra jonë e përbashkët. Ndaj, me skemën e re, njësia 4 organizohet në 2 bloqe, ku bloku që i përket zonës 5 Maj dhe shtrihet sigurisht në atë territor, do të administrohet pra nga pikpamja e organizimit të ri politik nga Blerina, dhe zona përreth Xhakut dhe poshtë do të jetë nga Ed Shalsi në funksion të këtij procesi dhe kësaj faze të re që Partia Socialiste ka hyrë për rienergjizimin dhe intensifikimin e bashkëpunimin patjetër me komunitetin për punët e Tiranës e për punët e Shqipërisë. Faleminderit dhe fjala është për kryetarin e Partisë, kryeministrin Edi Rama. Shumë faleminderit. Ne kemi nisur këtë proces brenda partisë që synon të jetë një proces jo thjesht brenda partisë, por edhe rreth partisë, pra jo vetëm me antarët, por edhe me mbështetësit tanë, por duke filluar nga asamblet, pastaj duke kaluar tek organizata dhe pastaj duke hapur dyert edhe për komunitetin dhe duke i ftuar të gjithë mbështetësit tanë, simpatizantët, njerëzit që duan të flasin me ne, që të flasin me ne. Nuk është diçka e re, ne kemi bërë këtë gjithmonë, sepse tani ky është momenti për të filluar punën dhe për të projektuar fitoren e zgjedhjeve të ardhshme vendore, që janë 14-15 muaj më tutje, dhe duke bërë ato që dim të bëjmë si askush tjetër, të fillojmë përsëri nga vetja, nga organizimi,
dhe nga energjizimi në radh parë i forcës tonë politike. Në vitin e shkuar morëm një fitore shëmbullore, dolëm nga zgjedhjet me 83 mandate, të cilat duhet të kemi shumë mirë parasysh që nuk na i fal askush. Ne fitojmë sepse jemi forca më e madhe dhe forca më e organizuar në këtë vend. Ne fitojmë sepse ne jemi një parti politike e cila asnjëherë nuk ka folur vetëm me veten në gjithë këtë periudhë, qysh se ne morëm mandatin e parë, po gjithmonë është përpjekur që të flasi me njerëzit dhe të kuptoj njerëzit. Jemi një forcë politike që kemi thënë atë që duam të bëjmë, kemi bërë atë që kemi thënë, nuk na ka dalë gjithmonë që t'i bëjmë gjërat në kohën kur kemi dashur t'i bëjmë, sepse është e pamundur që çdo plan dhe çdo projekt dhe çdo ambicie të realizohet në afat, sepse jeta sjell shumë të papritura, aq më tepër jeta e përditshme politike dhe shoqërore ka të papriturat e veta, ti je duke menduar për një program të saktuar dhe përballesh me një pandemia është ekstremi, tërmeti është ekstremi, goditjet që i vinë çmimeve të energjisë apo të naftës njëherë nga një agresion lindjet e Europës, njëherë nga një luftë në lindjen e mesme, janë gjëra që janë jashtë mundësive tona për t'i parashikuar, janë jashtë vullnetit ton për t'i nisur apo për t'i ndaluar, por të gjitha këto sjellin impakt në jetën e përditshme dhe sjellin impakt në mënyrën si planifikojmë gjërat. Por gjithsesi unë besoj që ne mund ta konsiderojmë veten me krenari një forcë politike që thot gjërat që do bëj dhe bën gjërat që thot. Dhe i qëndron gjërave që thot për t'i bërë me këmbgulje. Dhe shembulli i shembujve është reforma në drejtësi. Kur ne shkruanim programin elektoral përpara sa të fitonim zgjedhjet e para, ne flisnim për të përfshirë në program reformën në drejtësi. Dhe debati mes nesh ishte si mund ta përfshijmë ne në programin elektoral një reformë që nuk është një reformë që mund ta bëjë një parti, qoftë edhe sikur ne të fitojmë zgjedhjet të vetëm. Dhe unë i thosha së bashku me atë pjesë që mbronte një mendim që kjo duhet bërë me patjetër, i ka ardhur koha, në një mënyrë ose një tjetër ne do ta bëjmë. Por ne duhet ta vendosim aty. Dhe duhet ta shpalosim si qëllim që ne duam të pavarësojmë drejtsinë në Shqipëri, e cila nuk ka qenë kurrë e pavarur qysh nga dita e parë e themelimit të shtetit shqiptar në 1912. Dhe faktikisht ne ja dolëm ta bëjmë këtë gjë. Me të gjitha vështirësitë, me të gjitha konfliktet që u krijuan, kundërshtitë, me të gjitha tmetat apo dobësitë, ne ja dolëm ta bëjmë dhe ja dolëm të bëjmë diçka që asnjë forcë politike në historinë e këtij vendi nuk e mori ndonjëherë përsipër për arsye të ndryshme. Këtë e ka bërë Partia Socialiste. Dhe kjo është një arsye për të qenë krenar në raport me fëmijët tanë dhe në raport me historinë që do të shkruhet nesër. Dhe nuk është vetëm drejtësia që e tregon këtë, por është edhe ecuria jonë në procesin e antarësimit. Shiko, ne kemi sot, unë e kam bezdi gjithmonë të flas për rekorde, të flas për ne
të kaqët, të aqët e tjerë, sepse nuk, këto janë matjet momentit. Por, është e vërtet që në krahasim me të gjitha vendet që kanë kryer procesin e negociatave, nga fillimi deri në këtë fazë procesit, ne kemi rekordin e hapjes së të gjithë kapitujve për nga shpejtësia. Natyrisht që janë përputhur disa gjëra. Është përputhur edhe gatishmëria e anës tjetër, pra e Bashkimit Evropian, për të na njohur meritën dhe për të na edhe notën që meritojmë në bazë detyrave të shtëpisë. Tani pse po i bëjmë këto biseda këtu, do thoni ju, sepse unë mendoj që detyra jonë është qeverisim, por jo vetëm, detyra jonë është dhe të informojmë në kushtet kur ti mund të bësh shumë gjëra. Për shembull, ne sot kemi problem naftën që është goditur në çmim nga kriza, por që është një problem edhe përtej krizës, që të jemi të vërtet me njëri tjetrin. Ajo kriza është shkaktuar atje në ngushticën e Hormuzit edhe gjithë kjo që po ndodh, e ka rritur çmimin gjithandej, e ka çuar në stratosferë, sidomos në ca vende shikoja më çonin ca miq nga Gjermania të merr. Por ne tani në kjo na gjen në kohën kur ne kishim filluar në fakt, dhe unë e kam thënë që në fjalën e parë në asamble mbasi fituam, që ne do të hymë në tregun e naftës me një faktor publik, me një faktor shtetëror, me një kompani publike. Dhe pse do të hymë në tregun e naftës me një kompani publike, në atë kohë se s'kishte luftë në atë kohë, pra nuk kishte lidhje me luftën. Do të hymë për të garantuar që qytetarët, konsumatorët tanë të karburanteve nuk detyrohen të paguajnë më shumë se sa që takon. Dhe për të siguruar që rezerva dhe prandaj edhe kjo është një koincidencë, sepse ligji për rezervën strategjike që duhet mbaj shteti, ligji i ri është në procesin e konsultimit, pra është bërë përpara. Kemi pasur një naftë që ngjyrohej, markohej, siç quhet, që vendoset një komponent kimik për të identifikuar naftën që hyn në mënyrë legale dhe jo kontraband. Ishte një koncesion i trashëguar. Ne u përpoqëm ta rregullojmë sa të mundeshim, pa ishte boj që holloj kollaj apo sajoj kollaj. Tani, me kompaninë publike që kemi krijuar një tjetër kompani publike që është një kompani kemi krijuar bashkë me të njëjtën kompani që ka shteti në Emiratet e Bashkuara, ne do të nxjerrim për çështje 1-2 muajsh, sepse është në ato fazat e fundit, do të nxjerrim një tjetër ngjyrues që është i pa manipulueshëm. Dhe do ndihmoj shumë kjo për të formalizuar deri në fund tregun e naftës, sepse nga gjitha analizat që bëjmë, ka një sasi nafte e cila është jashtë radarëve të shtetit. Tjetra që ndodh me naftën është e ashtuquar naftë tranzit, që hyn në Shqipëri për të shkuar në vendet që janë në kufi toksor me Shqipërinë, dhe që pastaj një pjesë e saj mbetet në Shqipëri në mënyrë ilegale. Edhe për këtë kemi një produkt me po të njëjtën kompani, që është kompani e shtetit shqiptar, ku shteti shqiptar ka aksion shumicën dhe miqtë tanë të Emirateve kanë pjesën tjetër të aksioneve, për të ndjekur të gjithë naftën tranzit, e cila deri më sot është ndjekur me makina. Këto do të kenë impaktin e tyre pozitiv. Ne jemi të bindur për këtë. Dhe duam që kompania publike të arrijë në pikën që të jetë furnizues në tren. Dhe duke qenë furnizues në treg, të përcaktoj
rregullat e lojës duke imponuar jo një çmim arbitrar që ta vendosi qeveria, por një çmim që është çmim real i bazuar tek bursa dhe patjetër që i jep mundësi distributorëve të fitojnë, por jo të stërfitojnë. Tjetra që është shumë e rëndësishme për ne, nuk është se na mësojmë në një shkencë për të ditur që duhen rritur paga, duhen rritur pensionet e tjera e tjera. Por se kemi pasur mundësinë. Pse se kemi pasur mundësinë? Sepse ekonomia nuk na e ka lejuar. Tani kjo po ndodh. Dhe kjo po ndodh jo vetëm në sektorin publik, po ndodh edhe në sektorin privat, ku pagat po rriten në mënyrë të ndjeshme dhe ku në shumë pjesë të frontit të sipërmarrjes private nuk është më fare pyetja që sa do të paguaj, por është pyetja ku do ta gjej atë që më duhet për këtë punë. Dhe po ashtu me pensionet. Kemi filluar një proces të pandalshëm rritje të pensioneve që do të sjell çdo fillim viti dyfishimin e rritjes. Pra, nëse në janar të këtij viti pensioni u rrit X, në janar të vitit tjetër X-i do të jetë 2 fish. Në janarin e 2028-ës X-i do të jetë 3 fish. Në janarin e 2029-ës X-i do të jetë 4 fish. Dhe do të arrijmë në ato nivele që kemi marrë përsipër të arrijmë edhe me pensionistë. E kemi ditur ne, madje edhe e kemi thënë më parë, por do ta realizojmë tani që kujdestarët, prindër apo kujdestar të afërm, familjar etj. Të fëmijëve me aftësi të veçanta. Kemi shumë fëmijë me aftësi të veçanta që ka nevojë për kujdes të drejtë për drejtë, kemi shumë njerëz që ka nevojë për kujdestar etj. Dhe që janë të detyruar të qëndrojnë në shtëpi, të kujdesen për njeriun e afërt, për fëmijën, për njeriun e afërt, nuk mundet dot që për këtë shkak të penalizohen dhe të mbeten pa pension nesër. Kështu që do t'ja u paguaj shteti sigurinë shoqërore. Dhe kjo do të fillojë nga akti i ardhshëm normativ i qershorit. Ashtu sikundër kemi thënë dhe tani do ta realizojmë edhe dyfishimin e shpërblimit për prindrit e fëmijëve me aftësi të veçanta. Për nënat në radhë parë, diçka që është e mirëpritur patjetër nga prindrit, diçka që patjetër do ishte mirë të ishte bërë më parë, por mundësitë nuk kanë qenë. Pra po ngrem një ekonomi që po rrit mundësitë. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ajo që është inkurajuese është që rritja vazhdon të jetë e qëndrueshme. Të shpresojmë që nuk do të goditet rritja nga gjithë kjo konteksti ndërkombëtar, po sepse gjitha janë të lidhur, janë të varur, tani e kanë mësuar gjithë, se deri dje thoshin po ç'pun kemi ne me luftën në Ukrainë, ne këtu kemi diell, kemi shiun, kemi ujin, kemi lumenjt, ne kemi vetë energjinë, që s'është e vërtetë. Sepse ne nuk jemi sovran. Do të bëhemi sovran brenda këtij mandati. Pse do të bëhemi sovran? Sepse po rrisim shumë kapacitetet me energji diellore. Tani po shtojmë edhe kapacitetet me energjinë e erës dhe të gjitha bashkë do të kemi një portofol që do të na garantojë të kompensojmë ato që na duhet i kompensojmë kur nuk kemi kapacitet të prodhojmë sa duhet energji nga uji për shkak të thatësirave, hidrocentrale dhe të tjera. Dhe në ndërkohë kemi filluar edhe projektet e baterive. Pra, sepse energjia diellore ka një kufi. Panelet prodhojnë kur ka diell. Pastaj kur erësohet, panelet nuk prodhojnë më.
Në ndërkohë që kur kemi kapacitet prodhues të madh, për shkak se kemi edhe rezervën hidrike të plot, atëherë një pjesë të energjisë diellore mund ta rezervojmë për kur na duhet, përmes baterive. Pra ta kalojmë tek bateritë. Dhe këtë po e bëjmë. Pra është një ekonomi që po zhvillohet. Mos harroni që kur ne kemi marrë detyrën, ne ishim 2 milionë ca turistë, ku për turistë numëroheshim dhe ne, edhe ju, gjithë. Kush ikten jashtë dhe sa kthej futej turist. Ne nuk numërojmë si vizitor dhe turist askënd që ka pasaportë shqiptare. Te ai 2 milionë caja ishim gjithë ne, edhe tuaj, edhe shqiptarë, edhe. Ne numërojmë të gjithë ata që kanë pasaportë huaj, edhe shqiptarët që kanë pasaportë huaj, sepse kështu i numëron gjithë bota dhe që vinë këtu. Nga 2 milionë ca kemi vajtë në 12 milionë. Dhe nga 300-400 milionë mesatarisht investimet huaja në vit kemi kaluar 1.5 miliardët. Të gjitha këto janë të ardhura më shumë, janë mundësi më shumë, janë punësim më shumë. Unë nuk po përpiqem t'ju them që shiko sa të lumtur duhet jemi edhe sa të lumtur duhet jenë të gjithë me çfarë po bëjmë ne, sepse ne kemi shumë gjëra që duhet i bëjmë më mirë. Por ama kemi shumë arsye për të folur, për të informuar dhe për të qenë të energjizuar plotësisht për t'ja përcjell këto gjëra të tjerëve. Dakor, shumë faleminderit.